Më të thjesht për ta bërë dhe më të kuptuar, sepse janë domine dhe janë doktrina që kanë ndryshuar dhe janë thelluar në vitet e fundit dhe në mënyrë shumë më të shpejt nga sa pritej, në mënyrë që aq sa mund të krijojnë dhe fraktura në sistemet e një shteti apo të një shteti tjetër. Ndaj duhet njohur thellësisht. Atëherë, nëse do të shikonim sistemin kinez, që është ai më i integruar, në të gjithë dominet është i përbërë nga doktrina kineze e ushtrisë popullore çlirimtare kineze, sepse edhe emrat ka rëndësinë e tyre, është e përbërë nga disa domine. Do me thënë, toka, deti, ajri, hapësira, pjesa kibernetike dhe domini kognitiv. Pjesa kibernetike dhe domini kognitiv do të thoja që kanë marrë një rëndësi shumë më të shpejtë dhe shumë të përshpejtuar, sa nuk arrihet gati të shkohet me hapat në cilat ato lëvizin që nga pandemia e